diskutuar në lidhje me këtë, do të flasim me njohësit e zhvillimeve politike Anton Reca dhe Lulzim Veliu, të cilët i kanë në lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje të nderuar. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotrin Reca, kemi zyrtarisht qeverinë e re, kemi paraprakisht kuvendi, pastaj qeveria, pra të marrim gjërat me radhë, flasim për kuvendin. Kuvendi i Kosovës tashmë ka kryetaren e re, që është Albulena Haxhiu, një emër i cila ishte propozuar edhe në legjislaturën e kaluar, por që nuk arriti. Si e shihni këto zhvillime, duke pas parasysh, mund të konsiderohet kjo si një kundërpërgjigje ndaj opozitës së tanishme në lidhje me asaj çka ndodhi paraprakisht? Për këndvështrimit tim, fillimisht është lajm i mirë që më në fund kemi pas një viti, kemi institucionet e konstituara, institucionet funksionale, do të thotë që kanë arritur që të votojnë dhe të rizgjedhin në kuvend. Pjesa e zgjedhjes së konstituimit të kuvendit natyrisht që ka qenë nevojë emergjente, sepse Kosova në një farë forme ka qenë në vijën e fundit, do të thotë kemi qenë jashtëzakonisht tepër afër rrezikut të shkatërimit të funksionimit të institucioneve të vendit. Tani kemi qeverinë, po ashtu e cila u votua në brend në mënyrë emergjente, dhe gjithë ky proces ka ndodhur si pasojë e arritjes së konsensusit gjatë së cilën vazhdimisht e kemi thënë që institucionet e shtetit, kuvendi, dhe qeveria dhe gjitha institucionet cilat janë të rëndësishme për vendin, përfshi tashme të futemi edhe në një fazë tjetër edhe presidentin apo presidenten, kërkojnë konsensus politik në mënyrë që të evitohen zgjedhjet e panevojshme dhe zgjedhjet tepër të lodhshme dhe të pesditshme për çështje të cilat në fund do të kenë epilogun rezultatin pak a shumë të njëjtë, pak a shumë plus-minus të njëjtë. Dhe jemi në situatë ku do të mirëpritur kjo nga ana e qytetarëve, sepse vërtet jemi lodhur nga kjo dram, nga kjo telenovel e cilën na kanë servuar partitë politike për të ardhur në një konkludim përfundimtar që gjitha ajo që ka më servu për një vit, gjitha pas ka qenë një luftë politike për të arritur kush merr pushtet më shumë. Natyrisht në fund Sovrani dha fjalën e vet, ja besoj sërish partisë më të madhe në vend që i drejtoi institucionet dhe tani jemi në fazën emergjente ku do duhej të veprohet ashtu siç edhe ka filluar me këtë tempo, do duhej të veprohet që fillimisht kalohen marrëveshjet ndërkombëtare dhe obligim dhe detyrim ligjor të kushtetuar cilën e kemi ne si vend. Natyrisht se kjo është në të mirën dhe beneficion të shtetit të Kosovës, për shkak se kemi pakot e marrëveshjeve të cilat Kosova përfiton në vlerë pothuajse afërsisht 1 miliard euro, gjë që në një farë forme gjatë periudhës së qeverisjes kësaj qeverie do të investohen në aspektin e integrimit dhe ndryshimit reformës qeverisjes dhe afrimit të Kosovës në integrimin e shtëpisë së madhe të Bashkimit Evropian. Por jemi ashtu edhe në fazën e fundit ku nëse nuk kemi buxhet të kaluar nga muaji mars, atëherë do të kalojmë në një fazë tepër të rrezikshme, sepse nuk pa buxhet të kaluar, atëherë edhe natyrisht edhe administrata shtetërore dhe vetë shteti do të jetë jo funksional që i përket aspektit financiar. Por që ka indikacione që i njëjti të kalohet dhe natyrisht që kur flasim për buxhetin për vitin 2026, ligji parashef që të ketë debat, diskutim të hapur, por që në rastin konkret më që është nevoja emergjente që të veprohet, natyrisht se edhe këtu të duhej
dhe unë shoh që do të kalojë, do të duhet të ketë konsensus politik brenda kuvendit e të gjitha partive politike në mënyrë që buxheti të kalohet dhe më pastaj hapet procedura e rishikimit buxhetit dhe të ketë debat brenda kuvendit për secilën linjë buxhetore. Këto janë ato fazat emergjente, më pastaj për të mos ardhur deri te data 4 mars, ku do duhet të indicojë procedura e zgjedhjes apo rizgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, sepse kushtetuta dhe ligji parashef që 30 ditë para skatimit të mandatit të presidentit së Republikës së Kosovës duhet të iniciohet procedura e rizgjedhjes apo zgjedhjes së një kandidati tjetër. Në historinë e territanishme të Republikës së Kosovës nuk kemi pasur akoma asnjë rast, asnjë situatë ku për shkak të mosarritjes së konsensusit zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Tani jemi në situatën ku ekziston edhe ky rrezik nëse nuk arrihet një konsensus politik, për shkak se ligji dhe kushtetuta e kërkon që të paktën minimum të procesit të votimit për kandidatët potencial për president të Republikës së Kosovës duhet të jenë 80 deputet minimum në kuvend, në mënyrë që procesi të jetë i të konsiderohet si proces i ligjshëm për të vazhduar me tutje do të thotë nëse s'kalon në rundin e parë dhe në rundin e dytë, pastaj kemi edhe rundin e tretë ku me një numër shumicë të thjeshtë të votave, respektivisht me 60.000 vota do mund të zgjedhej presidenti i Republikës së Kosovës. Dhe në këtë fazë për të arritur të kjo natyrisht do duhet të ketë konsensus politik të partisë në pushtet, sepse bara e përgjithësisë për të evituar zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe për të arritur një konsensus politik i takon në këtë rast partisë më të madhe në vend, lëvizjes vetëndosje, e cila natyrisht që sovrania ka dhënë të drejtën që të ketë parën e përgjithësisë së udhëheqjes së këtij vendi. Por që arritja e konsensusit për një kandidat konsensual i pranueshëm për të gjithë, kjo arrihet në pajtim dhe dakordim me të gjitha partitë politike të cilat janë brenda kuvendit, sepse në fund të fundit vota e deputetëve dhe partive politike do ta përcaktoj edhe kush do jetë kryetari i jashtëm i vendit apo rizgjedhjet e presidentes aktuale, si dhe nëse nuk arrihet konsensus, atëherë fatkeqësisht vendi automatikisht shkon sërish në zgjedhje, gjë që vërtet do të ishte jashtëzakonisht e panevojshme dhe do të ishte jashtëzakonisht shumë e dëmshme për vendin dhe zhvillimin dhe ecjen e vendit më tutje, aq më tepër do ta cënonte edhe më tepër në aspektin politik në arenën ndërkombëtare funksionimin e shtetit si vend, sepse do i vinte që pothuajse brenda 15 muajve të kemi 3 herë zgjedhje të përgjithshme. Dhe kjo do të ishte papranueshme jo vetëm për ne si qytetarë, por do të ishte papranueshme edhe për partnerët tanë ndërkombëtar, dhe kjo natyrisht do ta minonte pak a shumë edhe procesin e integrimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, siç edhe prezantoi mbrëm kryeministri Kurti, që rruga jonë është që të vazhdohet me tutjet në integrimin e Bashkimit Evropian, integrimin ose antarësimin në strukturën më të fortë ushtarake në NATO. Dhe shkurja në zgjedhje do t'i kishte si faturë këto pasoja cilën do t'i parte Kosova për shkak të mosgatishmërisë së arritjes së një konsensusi politik të partive politike
të Republikës së Kosovës. Po, zotri Velio, në anën tjetër kemi kuvendin, legislaturën e 10, Alulina Gjiu me 66 vota për u bë kryetare e kuvendit, në anën tjetër para ardhësi i saj tashmë është ministër, pra kemi edhe ndryshime edhe në përbërjen e qeverisë së re, edhe në përbërjen e ministrave. Si e ke parë kabinetin e ri qeveritar? Po me thënë të drejtën gjë më pozitive do të pajtoheshëm me parafolsin që është arritja e konstituimit të kuvendit, por edhe zgjedhjes së qeverisë, pasi që Kosova ka kaluar një periudhë të gjatë pa institucione. Kemi më tepër se një vit që nuk kemi qeveri në Kosovë, nuk kemi kuvend dhe nuk kemi, si vjedhojë gjithë kësaj, nuk kemi as institucione të tjera që kanë vepruar në detyrë të plot apo në mandat të plot, siç është tani më qeveria e Kurtit 3. Sa i përket qeverisë, nuk është ndonjë ndryshim i madh, janë disa ndryshime të vogla kozmetike që në fakt unë nuk pres që do të ketë ndonjë ndryshim të madh të asaj punës çfarë është bërë për 4 vite me radhë, pasi ne jemi dëshmitar të asaj se çfarë është vepruar në 5 vite tani me qeverinë Kurti, pasi që për një vit i është zgjatur, i kanë zgjatur vetes mandatin pra me mbajtjen e detyrë, ndërsa kur është fjala tek paraardhësi i zonjës Haxhiu Dimal Basha, nuk ishte një person i dëshiruar as nga lëvizja vetëvendosje, mirë po ishin ato taktizimet politike që janë bërë në mandatin e kaluar, vetëm për të shtyrë situatën edhe për të ardhur deri në data 28 dhjetor për mbajtjen e zgjedhjeve të cilat sollën këtë rezultat dhe sollën këtë qeveri, e cila nuk është rezultat i konsenzusit, siç e tha para folse, se këtu nuk kemi të bëjmë me konsenzus, pasi është një shumicë që e ka fituar lëvizja vetëvendosje dhe si e vetme e ka krijuar qeverinë, pra nuk konsenzusi i shoqërisë kosovare dhe i subjekte politike brenda parlamentit të Kosovës do të shihet në zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që tani më po afrohet, kemi vetëm edhe 2 javë nga koha kur do të duhet të zgjidhet presidenti apo presidentja e ardhshme e Republikës së Kosovës për të rikthyer prapa ato ku e thamte Dimal Basha, pra ishin taktizime dhe unë mendoj se tani më subjektet opozitare e kanë parë gabimin e tyre që e kanë bërë gjatë asaj periudhe, se sikur ata të vepronin në momentin e parë, në propozimin e parë, në 15 prill, që dhe të zgjidhin zonjën Haxhiu si kryetare të Parlamentit Kosovës, Kosova do të fillonte zgjedhjet e parakohshme në qershorin e vitit kaluar dhe nuk do të pritej dhjetori. Pra nuk do ta kishim një vit pa qeverisje, nuk do të kishim një vit pra pa institucione dhe nuk do të vinte data 28, data e shumë dëshiruar nga lëvizja vetëvendosje dhe nga kryeministri Kurti për të mbajtur zgjedhjet, datë e cila edhe i sholli këtë rezultat, pra e bëri që lëvizja vetëvendosje të fitojë më tepër se 50% dhe të ketë mundësinë e zgjedhjes dhe votimit të qeverisë me vetëm me votet të tyre dhe të vazhdojnë në avazin e vjetër. Pra, e kemi këtë lëvizje, e kemi këtë subjekt politik që në atë periudhë kohore ishte në kundërshtim të plot për zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga lista serbe, ndërsa ditën e djeshme edhe ata që premtuan, që thanë se më parë do prejmë dorën se sa të votojmë një përfaqësues nga lista serbe, dje ngritën dorën të gjithë dhe nuk ishte asnjë deputet lëvizjes vetëvendosje që ishte kundër nënkryetarit Simić. Pra, këto duhet t'i shohin qytetarët e Republikës Kosovës. Këto duhet të jenë të vetëdijshëm se e gjithë kjo ngërsh politik dhe e gjithë kjo luftë politike nuk është bërë për interesin e vendit, nuk është bërë për të ngritur institucionet, por është bërë vetëm për interesa të ngushta partijake dhe politike, të cilat tani më edhe i
i kanë arritur subjekti kryesor. Ndërsa sa i përket partive opozitare, ju dëshirojnë një rrugtim të mbarë edhe në 4 vitet e ardhshme në mënyrë që ata të mësojnë një herë dhe të reformohen fillimisht e pastaj gjatë mandatit të tyre të kryejnë detyrimin e tyre qytetar, se edhe në qoftë se je opozit, ke marrë votat të qytetarëve dhe je detyruar që të veprosh dhe të punosh e ta dëshmosh të gjitha veprimet jo të mira të qeverisë, se përndryshe opozita nuk ka kuptim. Ata për 5 vite nuk arritën që jo vetëm të reformohen si subjekte politike, por nuk arritën as edhe të ngritin një kauzë të vetme kundër këtij pushteti dhe edhe pse ka pasur të mjaftueshme, duke mos dashur të shkojmë në të kaluarën, po të merremi me problematikat me të cilat po ballafaqohen qytetarët e fundit, vetëm ngritja e çmimit të rrymës 3 herë për një mandat, kjo është e tepërt. Pra, në muajin nëntor qytetarët e Republikës kanë paguar fakturat e tyre me 50% më pak se në muajin dhjetor. Dhe askund nuk dëgjohet zëri i opozitës. Dhe mbrëm në Parlamentin e Kosovës u strukën nën deklaratat dhe nën elogjet e zotit Kurti dhe thua se të gjithë ishin pjesë e lëvizjes vendosje dhe thua se të gjithë ishin pjesë e qeverisë së ardhshme, përjashton në këtë rast zotin Besnik Tahiri, i cili ishte pak më i qartë në kritikat që ju drejtua qeverisë dhe zotit Kurti. Pra, unë nuk shoh që do të kemi një përmirësim dhe nuk shoh që do të kemi një punë më të mirë që është zhvilluar në të kaluarën. Ndoshta një përmirësim i vetëm që në këtë rast do ta kisha cekur është që në krye të Ministrisë së Punëve të Jashtme nuk është më zonja Gërvalla, e cila në planin e saj dhe në punën e saj 4 vjeçare nuk kishte të bëj asgjë me diplomacinë, por kishte të bëj vetëm me emërimin dhe shkarkimin e ambasadorëve, konzujve e për fatin e keq sot në gjithkund në ambasadat dhe konsulatat e Kosovës është ardhur një frymë e re me konzujt dhe ambasadoret e rinj që nuk përfaqësojnë asgjë tjetër, vetëm përfaqësojnë ndarje në mes të komunitetit shqiptar që është për përkeqëardhje. Pra, e gjithë ato veprime të cilat shihen në çdo konsulat, pra me emrimin e konzujve të rinj nga zonja Gërvalla që vijnë kryesisht nga lista UZ, janë larguar të gjitha elementet e kombëtare të shqiptarëve. Pra, nuk ka asnjë fotografi, nuk ka asnjë simbol kombëtar të shqiptarëve, duke u thirrur vetëm në emër të Kosovës dhe kosovarizmit. Kjo mendoj se është një gjë shumë e dëmshme dhe nuk i kontribuon unitetit dhe bashkimit kombëtar. Po, në anën tjetër, zotri Nrecaj, e kemi në përbërje të qeverisë së re, pra në përbërje të qeverisë Kurti 3, kemi e figurat të cilat ishin edhe pjesa qeverisë së kaluar, por me pozicionet të reja. Tani më do të udhëheqen ministri të tjera në krahasim me qeverinë e kaluar, por kemi edhe ministri të reja, siç është edhe ministria e mirëqenies. Se si i ke parë këto lëvizje? Mund të sjellin ndryshim real? Unë për këndvështrimit tim, sa i përket rritjes së numrit të ministrive, nga nëse zgabojt 15 sa kanë qenë në 19 tani, konsideroj se nuk ka qenë nevojshme të shtohen edhe 4 ministri. Mirë, po si do që tjetë, kështu e ka llogaritur kabinetin qeveritar dhe kështu e ka pa kabinetin qeveritar të ministri, i cili e argumentoj që për shkak të mbi ngarkesës tepër që kanë pasur në strukturën e qeverisë së kaluar dhe pa mundësi se arritjes së rezultateve konkrete. Ky është arsyetimi i kryeministrit për zgjerimin e kabinetit qeveritar dhe shtimin edhe me 4 ministri. Për mua është e panevojshme të ketë edhe kaq shumë ministri me një vend i vogël siç është Kosova.
por që mbetet të shohim rezultatet. Shtimi çdo ministri më tepër nënkupton buxhet ekstra për secilin ministri të alokuar dhe buxhet më pak për rritjen e mirëqenies së qytetarëve, por sido që tjetë mbetet të shohim. Nga ana tjetër, vetëm përikandështrimi tim është që unë jam jurist dhe vazhdimisht do të ballafaqohem në sistemin e drejtësisë. Dhe personi i cili në këtë rast është emëruar ministri i drejtësisë, konsideroj që nuk është personi adekuat, marrë parasysh faktin që ne kemi jashtëzakonisht tepër punë. Kemi pas zotimet të qeverisë Kurti 1-2 që do të ketë reformim në sistemin e drejtësisë. U përmend edhe vettingu, gjë që vettingu thuajse është një proces aq i lehtë dhe brenda këtij mandati ky proces do përfundoj, jo që përkëndvështrimit tim se përket sistemit të drejtësisë do kemi një ballafaqim shumë të ashpër, marrë parasysh edhe faktin e studimeve të vazhdueshme kundrejt të sistemit të drejtësisë, tendencës për të ndërhyrë brenda për brenda sistemit të drejtësisë, duke filluar nga gjykata kushtetuese, Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurorial, marrë parasysh edhe faktin që jemi tashmë në vitin e 5 që nuk kemi kryer prokuror të shtetit, nuk kemi procesi është i ngrirë, dhe edhe nga ana tjetër marrë parasysh faktin që sa i prisht është funksionimi i sistemit të drejtësisë, në shumë raste dhe në shumë situata akoma jemi në fazën ku ka drejtësi selektive, kemi një rënje në sipas raporteve ndërkombëtare, një rënje të luftës kundër korrupsionit, cilën zotimi cilën e ka pas vazhdimisht dhe vazhdon ta ketë kjo qeveri. Ndaj unë jam pak skeptik që do të ketë përmirësim të sistemit të drejtësisë dhe avancim të sundimit të ligjit dhe respektim të asaj që ka quajtur drejta dhe ligjërive të njeriut. Pse konsideroni që Zotin Recaj, pse konsideroni që zonja Gërvalla nuk është personi i duhur për të udhëhequr me Ministrinë e Drejtësisë? E para, zonja Gërvalla konsideroj që nuk ka përgatitje edhe njohuri adekuate se si funksionon dhe si janë të ndarë pushtetet. Dhe nuk e konsideroj, ndoshta e kam gabim, uroj që ta kem gabim, mirë po sa i përket, le të themi, u përmend procesi vettingut. Vettingu është një proces jashtëzakonisht i ndjeshëm, është një proces i cili do ta çonte Kosovën në një hap shumë afër funksionimit të sistemit të drejtësisë me vendet e Bashkimit Evropian. Marrë parasysh faktin që ky proces duhet të jetë jashtëzakonisht i vëmendshëm dhe është proces i ndjeshëm sepse merr kohë dhe përkëndvështrimit tim do duhej një ekip jashtëzakonshëm i ekspertëve ligjor që të hartojë një strategji se si do duhej të fillonte ky proces. Procesi vetëm Komisioni i Venecias me opinionin që e ka dhënë se përket procesit të vettingut e ka hap rrugën për vettingun në sistemin e drejtësisë. Por që nuk ka filluar, nuk kemi hapa konkrete të fillimit të procesit të vettingut. Mandej kemi pjesën tjetër që akoma do të u përmend brenda edhe në kuvent që nuk kemi një strategji akoma të re të luftimit kundër korrupsionit. Gjë që edhe kjo strategji do duhej të fokusohej dhe të ketë vëmendje dhe kujdes të jashtëzakonshëm. Dhe për fund, ministrja tani e drejtësisë ka qenë një nga ata zyrtarë të shtetit i cili vazhdimisht e ka sulmuar institucionet e drejtësisë duke i etiketuar edhe gjyqtarët, edhe prokurorët dhe në një farë forme duke
tentuar që të ketë ndërhyrje edhe në proceset gjyqësore, marrë parasysh faktin edhe procesin gjyqësor kundrejt saj. Andaj, një ministër i drejtësisë do duhet që ta ketë jashtëzakonisht parasysh aspektin e fuqizimit të sistemit të drejtësisë, jo tendencën për të kapur dhe për ta kontrolluar sistemin e drejtësisë, sepse kushtetuta i ndon pushtetet pushtetet sa i përket aspektit të drejtësisë. Çdo lloj tendence për të kapur apo çdo lloj politike e cila ka qenë deri tash që ka qenë shumë direkt tendencë për të kontrolluar sistemin e drejtësisë do të ishte e papranueshme dhe shumë e dëmshme sa i përket fuqizimit të sistemit të drejtësisë. Drejtësia ka nevojë për mbështetje, për reforma dhe reformat adekuate bëhen gjithmonë në koordinim dhe bashkëpunim me gjithë aktorët përgjegjës cilët janë të thirrur për zbatim të drejtësisë. Dhe ky proces merr kohë dhe ky proces do duhet që të ketë një mekanizëm dhe strukturë të mirë ligjore. Dhe gatishmëria e ministrës aktuale mbetet të shohim se çfarë do të na prezantojnë në 100 ditët e ardhshme dhe cili është objektivi i ministrës në detyrë se si do duhet të fillonte reforma dhe çfarë qasje do të ketë ajo kundrejt reformave në sistemin e drejtësisë. Një shtet i fuqishëm dhe demokratik si shtyllë kryesore të duhet ta ketë sundimin e rendit dhe ligjit të drejtën e paraportë të secilit qytetar që të ketë qasjen e drejtësisë dhe të ngritet besueshmëria e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Po, në anën tjetër, zotri Velio, sipas së jush, këto ndryshime në përbërje të qeverisë, e përmendët edhe jo që ushtuan ministri, tashmë janë 19 ministri. U tregua, u dëshmua në farë forme që shpërbërja që u bë, shkria që u bë në mandatin e kaluar të ministrive, si që ishte edhe Ministria e Punës që u shpërbë dhe u bashkua mbeti vetëm si dikaster i Ministrisë së Financave, nuk rezultoi të jetë pozitive, u marrë mësimin në një farë forme. Mund të quhet kështu? Po, më sa duket edhe vetë vendimi i tyre për të rritur numrin e ministrive dhe për t'i ndarë ato që në të kaluar në ishte të bashkuara në ministritë vetme, e dëshmon këtë. Apo ndoshta është edhe një gjë tjetër. Ndoshta janë bërë më tepër ministri në mënyrë që të krijohen më shumë vendet pune për simpatizantët dhe antarët e subjekteve politike në fjalë, pra në një farë mënyrë për të mbushur apetitet e të gjithë atyre që kontribuan në fitoren e lëvizjesve të ndosë dhe subjekteve që ishin në koalicion për bashkëqeverisje. Por si do që tjetë, unë mendoj se numri me 19 ministri është numër shumë i madh, duke posur për bazë kapacitetet e vendit tonë, pra si ato ekonomike, gjeneruse dhe të gjitha të tjera, por duke posur parasysh se Kosova para disa vitesh ishte afërsisht 2 milion, ndërsa sipas regjistrimeve të fundit ka dalur 1.700.000 banues rezistent, kurse vetëm në këtë periudhën e fundit kemi pasur ikje jashtëzakonisht të madhe, ikje enorme të rinjve në Kosovë, që sipas një statistike që është bërë nga Bashkimi Evropian, Kosova prin me afërsisht 10% të largimit të qytetarëve të saj pra në këtë periudhën e fundit, dhe unë konstatoj se sot në Kosovë nuk kemi më tepër se 1.500.000 banor, e për 1.500.000 banor të kemi një kabinet kaq të madh qeveritar, më duket pak e tepër, pasi që nuk e bartë edhe vetë buxheti i Republikës së Kosovës. Pra, është dashur të mendohet më mirë po unë megjithatë uroj që të jetë e qelluar, uroj që këto ndryshime të sillin ndryshime edhe
edhe më të gjera dhe të sjellin ndryshime edhe në të ardhmen e vendit dhe të qytetarët e Kosovës të ndihen më mirë dhe të ketë një perspektivë më të mirë për qytetarët, por edhe ekonomikisht të kemi një ngritje në Kosovë, gjë që unë nuk e besoj, pasi për 5 vite me radhë nuk është dëshmuar një gjë e tillë nga qeveria e kaluar, pra, dhe ne e dim se sa kanë qenë investimet kapitale në 4 vitet, në 4 vitet e mandatit kaluar, pra ku të bëhet fjalë për një buxhet afërsisht 12 miliard që është shpenzuar për 4 vite, ndërsa investimet kapitale nuk dalin më shumë se sa që jenë bërë në një vit në qeveritë e kaluara. Përkundër të gjitha këqija, korrupsionit dhe krimit të organizuar që është diskutuar dhe është folur në të kaluarën dhe si produkt i saj, pra ka ardhur edhe vetë lëvizja dhe të vendosin e qeveri. Mirë po, përkundër të gjitha ati korrupsioni dhe të gjitha atyre të këqija që do të kenë mund t'ju shkaktojnë ish qeveri, të paktën investimet kapitale kanë qenë dukshëm më të mëdha se sa që janë bërë në këtë qeveri. Kjo qeveri mund të ndihet, ndoshta do të mbetet në kujtesën e qytetarëve, vetëm me ndihmat e tyre që i kanë bërë në prag të zgjedhjeve, pra me nga 100 euro për studentët, apo për pensionerët, apo për shtresat të caktuara sociale brenda Republikës së Kosovës, gjëra që janë të mira në një moment kur njëri merr 100 euro, mirë po në fakt ato nuk sjellin asgjë. Kemi një harxhim të buxhetit pa një plan dhe pa një perspektivë dhe kemi pra me gjëra që nuk sjellin asgjë, por ka mundur të sjellin vetëm vota për qeverinë aktuale. Po, zotri Velio, zotri Ndrecaj, faleminderit shumë që na u bashkuat në këtë diskutim. Ishte Kënaqësi. Faleminderit shumë. Diskutuam kështu në lidhje me formimin e qeverisë së re, Kurti 3. Shkëputemi për pak minuta marketing.